Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavatun me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke ligjëruar lidhur me disa sugjerime, këshilla drejtuar prindërve në raport me fëmijët. Në javën e kaluar kemi bën një hyrje rreth arsyes për kufizimit të kësaj teme të cilën e kemi filluar që disa muaj që nga fillimi i muajit korrik jemi duke ligjëruar në edukimin e fëmijëve. Dhe kemi folë mjaftueshëm besoj për një cikël të ligjëratave që i mjaftojnë po besoj prindërve dhe fëmijëve se si duhet edukuar. Në javën e kaluar kemi filluar të përcjellim disa sugjerime që na takojnë neve si prind. Për të kuptuar se jo gjithherë mund ta ketë gabim fëmiu. Pra, duhet parimisht edhe prindi të plotësojë disa kritere, disa standarde që pastaj fëmijët jenë të plotësuar, të edukuar, të rregulluar e kështu me radhë. Pas asaj që kemi folë në javën e kaluar, do të vazhdoj edhe me disa sugjerime dhe këshilla që kemi pas në plan të shpjegojmë në javën e kaluar. Në mesin e sugjerimeve që shkojnë për prindët që do të jenë të kujdesshëm, është se prindët gjithmonë vazhdimisht do të jenë të kujdesshëm në metodat e edukimit. Pra, praktikisht i bie që është shumë e rëndësishme prindi kur ta edukon fëmijën të përzgjedh metoda të cilat janë adekuate, të cilat janë të pranueshme, të cilat janë profitabile, të suksesshme, por edhe në anën tjetër duhet ta ketë në hatër që këto metoda që don me i përdor për shembull prindi në vitin 2025, a janë përshtatshme për kohën? A kanë qenë njëjtat metoda para 20-30 vite e kështu me radhë? Pra, të gjitha këto, për këtë pikën e tretë që du tani ta shpjegoj, është e rëndësishme së veçantë që duhet jemi të kujdesshëm. Pra, të ndershëm vëllezër, parimisht një herë po e shpjegojnë aspektin fetar, ana fetare ose këshillat e fesë islame, këtë çështje e lanë të lirë. Pra, metodat janë të lira që ti përzgjedh prindin çdo kohë. Dhe metodat e edukimit variojnë, ndryshojnë prej kohës në kohë, prej vendit në vend. Që i bie se jo detyrimisht metodat që i kanë përdorur prindët tonë për neve mund të jenë adekuate për këtë kohë. Ja, një shembull shumë thjesht praktik që tani më është i njohur. Po besoj që ata që janë shkolluar viteve të 80-ta dhe më herët, shtaga, shkopi ka bë punë. Çështu ka qenë. Në çdo mësues e ka pas shtagën e tij. Shkopin, shtagën. Në klasë. Po dhe hoxha në xhami e ka pas shtagën. Arsyet s'po kthehna. Pse qysh tek nuk po kthehna? Tani këto janë të sankcionuar me ligj. Ndalohet që të përdoret shkopi dhe shtaga qoftë në xhami, qoftë në shkollë, qoftë në shtëpi, qoftë çdo kund. Unë po e përdor veç një mekanizëm për të kuptuar se si variojnë gjërat. E tani, në mes këtyre që ka qenë e lejuar dhe është përdorë shkopi, dhe në mes kësaj që është e sankcionuar sot, do të në përzgjedh mesataren. Pra që i bie se jo detyrimisht gjithmonë shkopi, shtaga është element i edukimit. Madje në këtë kohë e shohmi që aspekti përdorës së imponimit, me quajt kështu në aspektin gjuhësor, pe quajt dhunës, shpesh herë din me reflektu negativisht në këtë kohë. Pse e thot dikush? Sepse para 40 vite, 50 vite, përdorimi i shkopit në shkollë ka qenë standard. Dhe nuk është bullizuar një fëmijë nëse për shembull mësuesi, arsimtari, pedagogu e ka përdorur shkopin ose hoxha në xhami, ka qenë këtë normale. Këtë ka qenë normal, s'ka qenë bullizim. Sot me përdor jo shkopin hiç, po dhe dorën me përdor, domethënë përveç aspektit ligjor, ato pe leanash, po aspektin praktik konsiderohet një lloj bullizimi, sepse s'përdoret për të tjerë dhe konsiderohet një lloj ofendimi për nxënësin ose fëmijën. A është me vend, nuk është me vend, nuk është tani temën që ta e trajtoj. Vetëm se po du me i cek që çdo kohë dhe çdo vend i ka metodat e edukimit. Prandaj ne si prind
të kësaj kohe, do të jemi vigjilent me fëmijët si po i edukojmë. Nëse i shtërngojmë shumë, që këtë pikë pak më vonë kisha plan ta trajtoj, nëse i shtërngojmë shumë, do t'i largosh prej vetes. Nëse i lën krejt lirë, do të devijojnë. Prandaj gjetja e mesatarës në edukim është shumë e rëndësishme. Kështu që të ndershëm vëllezër, kjo është një metodë e kohës, por edhe vendit, secili vend ka metodat e veta. Jo detyrimisht metodat e edukimit që mund të jenë në Evropën perëndimore, mund të jenë përshtatshme për neve. Jo dhe ato që janë në Azi ose në Afrikë mund të jenë përshtatshme për neve. Pra, sepse çdo shoqëri përshtatet në metodat e edukimit që i përdorin pedagogët, mësuesit, urtakët në vendin e vet. Pra, shkurt thjesht, pa komplikim, na ja dim gjendjen e popullit më mirë se sa të hujt. Prandaj ndrrimi shpesht i kurrikulave dhe i ligjeve dhe këto e bën një lloj çrregullimi tek shoqëria. Kështu që na e dim se ka një herë ku duhet me shtërngu dhe ku duhet me shliru çështjen e fëmijët. Por se ndjekja e mesatarës gjithmonë është ajo e kërkuara. Një, dhe e dyta, gjithmonë aspekti i tolerancës, i butësisë, i sjelljes mirë të prindit tash po flas, me fëmijën ose i pedagogut, mësuesit, arsimtarit, profesorit, është më profitabil se sa përdorimi, domethënë, i sanksioneve ose imponimit. Por ata të cilët janë shpërfill s'ka ligje tjera, të pandëgjueshmit, pa disiplinuarit, ka rregulla tjera. Ne po flasim në mënyrë normale. Pra, gjithmonë duhet me pas kujdes sepse po flas tani në aspektin fetar. E kemi vërejt shpesh herë aty ku nuk ka tolerancë të prindët, ku në një farfor mënyrë imponuese i imponojnë fëmijën, jo me bindje, po në mënyrë imponuese ai fëmijë ose ai grup i fëmijëve kur të hynë moshën madhore, kur të arrin pjekurin, largohet prej praktikimit të fesë, prej namazit, prej mbulesës, vajza kështu me radhë. Domethënë, po flas me dëshmi. Kemi raste për plot që nëse në mënyrë imponuese i është obligu për shembull namazi ose mbulesa ose me kalimin e kohës po flasim për vendin tonë. Për shkak se ndikohet pastaj për rrethonave. Prandaj hapi i parë i edukimit është bindja. Siç kemi folë domethënë në ligjëratat e kaluara, me bind, me aftësu, me i tregu që çka duhet me kry, çka është obligim, çka është vullnetare e kështu me radhë. Po ashtu, për i sugjerimeve ndaj prindërve në raport me fëmijën është që prindi duhet ta njohë psikologjinë e fëmijëve. Që i bie të ndershëm vëllezër se po e them këtë dhe nuk është kusht me kanë patjetër i diplomuar ose akademik për me implementu këtë. Çdo prind, pavarësisht çfarë detyre ka, çfarë roli ka, çfarë punë bën, është me shkollë apo pa shkollë, prindi duhet me njohë psikologjinë e fëmijët. Që i bie se nuk janë për të gjithë fëmijët të njëjtë. Nga aspekti psikologjik, nga aspekti emocional, nga aspekti mental madje, sepse çush e dim, domethënë kjo çështje është gjenetike. Fëmijët po trashëgojnë një fëmijë i ngjan babës, një nanës, një axhës, një hallës, një tezës, një dajve. Kjo është natyrshmëri dhe për këtë ka vërtetuar shkenca. Atëherë i bie që nëse prindi të gjithë fëmijën i trajton njësoj, mundet edhe disa me i dëmtu në të dy polet. Për shembull, nëse e trajton atë që është më pak i ndëgjueshëm, ose është më problematik, e trajton sikurse ato që është i ndëgjueshëm dhe i qetë dhe i kryen urdhrat, do t'i dëmtoj të dytë. E dëmton edhe atë që është i ndëgjueshëm sepse nuk ja ka dhënë pozitën e duhur, po e dëmton edhe këtë që është i pandëgjueshëm sepse nuk ja ka dhënë dozën e duhur. Prandaj duhet prindi me kuptu psikologjinë e fëmijëve. Kjo në radhë parë, te psikologjia e fëmijëve pastaj, mosha nuk është e njëjtë. Me të njëjtën gjuhë që e përdor prindi për fëmijën 2-3 vjeçar, nuk përdoret e njëjta gjuhë 7-8 vjeçare, ose kur ai është në moshën e pubertetit, ose të adoleshencës, ose kur është duke e kalu fazën e pubertetit ose të adoleshencës që quhet faza e zjarrt. Siç kemi folë për këtë temë, ku i riu në këtë kohë
e konsideron se veç mendimi i tij është më i miri, më i drejti. Të gjithë kemi qenë këtë faza, po? Të gjithë, ose masovikisht, kemi mendu se na e kemi më mirë se baba. Ose më mirë se mësuesi. Kjo është studim. Prandaj, këtu duhet me elakuencë me trajtu këtë çështje. Se nëse e shtrëngon shumë, e thën fëmijën, e thën shpirtërisht, emocionalisht, e largon prej vetvetes e kështu me radhë. Po edhe nëse e lën krejt, bën çka dush, mos u çudit që nesër me të ardhë me duhan, me të ardhë me drogë, me të ardhë, domethënë me lloj-lloj dukuri negative. Prandaj kërkohet pra njohja e psikologjisë, fëmijët dhe në çdo moshë përdoret gjuha e veçantë. Pra për krejt që këtu ka fakte edhe fetare dhe shkencore, por e rëndësishme shumë po mundohena vetëm të përcjellë si rregulla të përgjithshme. Po ashtu, prej sugjerimeve drejtuar prindërve është se prindi duhet të përcaktoj synime edhe objektiva në raport me fëmijën. Nëse ne si prind do ta kishim bërë një sondazh të shpejt këtu, tani për tani, nëse ishim pyet shpejt në mënyrë elektronike, përcaktoj 3 prej synimeve çka mendon ti me bë me fëmijët e tu. Shpejt, secili përgjigj në vetveten. Na jemi në xhami, jemi ligjërat, po çështu tash e don trajtimin këtë kohë. Dersin, një më shumë nështë ta kishtë thonë hoqë kështu s'na kanë mojë ders njëve para 40 vjetë. Na thamë metodat ndryshojnë nga vendin vend, nga koha në kohë. Po, për pak minuta, për 1 minutë, sikur ti kishëm përpara iPad-at secili, përgjigjë për 1 minutë, përcaktoj 3 synime çka mendon ti me bë me fëmijët e tu. A jemi të gatshëm na mu përgjigj tani? Pra, mu nuk po më intereson shumë përgjigja në 3 këto pyetjet, sa po më intereson a kem na strategji për fëmijët e tonë? Kjo është më rëndësi. Pra, që i bie të ndershëm vëllezër, nuk është krejt poenta që na veç me bë fëmijë. Nuk është kjo. Pra, Islami nuk ka, kur ka thirrë me bë fëmijë shumë, ju e dini që fe Islami thret me bë fëmijë shumë. Kjo pikë që e kena trajtu, dhe den kiamet kena me trajtu, dhe themi kështu ball hapur. Nëse gjyshrit tonë dhe t'jujës, për shkret e prind se i kemë halo gjallë, një pjesë e juja, pra, kur thëmë prind, po flasëm këto 20 vitet e fundit, po nëse flasim për 4-50 vitet e 100 vitet e kaluara, kanë bo fëmijë pa limit, o marrë na me shni këtë tem tani në diskutim. O dalmi shumë keq na, dalmi shumë keq, në proporcion me fëmijët sa kemë na, sa kanë pas gjysht tonë me kushtet e tyne. Pra, unë nuk trajtoj këtë tem, te sasia e fëmijëve, te cilësia. Pra, Islami kur ka thirrë në sasi të fëmijëve, nuk ka thirrë vetëm të bëjmë pra sasi, numër, po ka kërkuar edhe cilësi, sepse kemi përgjegjësi. Pra, atë sa Allahu të ka dhënë fëmijë, 1, 2, 3, 10, domethënë sa ki, çaq i begatun, po atë sa ki, rruje cilësinë. Rruje cilësinë. Kjo është domethënë tema jonë, kjo është pika jonë që unë jam duke trajtuar. A kem prioritete dhe a kem pra gjithsesi objektiva për fëmijët tonë. Nëse jo, nëse unë po them, kështu bindja ime është që që keni objektiva. Nëse një 20-30% nuk ka, nuk prish punë sot me shti në agjendën e jetës që po dofka unë si prind, po dhe në cilësi gjyshit, me përcaktu prioritete për fëmijën. Çka mendoj me bë me fëmijën që i kam ose me nipat ose mbesat. Sepse jeta kalon në vllazni. Për atë që ju afrojmë pra program, ata do ta zbatojnë. S'ka program, fëmia nëse lihet i lirë, kemi fol ligjëratat e kaluara për këtë pikë, atëherë mos prit shumë rezultat. Nëse fëmijën e lën totalisht lirë, mos prit shumë rezultat, sepse do ta rrëmbejnë të tjerët. E të tjerët, pjesë e madhe janë që kanë probleme. Rruga, dashakeqësit, të pa edukuarit, ata që ju kanë qasë dukurive negative, mos u çudit me ta marrë fëmijën. Siç thash më herët, mos u çudit tani me thonë qyshu në haxhi, 5 vakt li, edhe fëmiu jem, erdh me çit dukuri, me çit fenomen. Nuk ka nevojë mu çudit. Veç bëni pyetje vetes, unë çka kam bërë për nipin tem ose për fëmijën. Atëherë domthon del rezultati tamam. Në aspektin, po them, del rezultati tamam që ti nuk e dhon mjaftueshëm, që kjo është korrja, që kjo është rezultati. Atëherë fillon domthon me ndryshim.
Pika tjetër, sugjerimi tjetër, të menjanohen dukurit paradoksale. Të menjanohen dukurit paradoksale. Në mesin e tyre, dukuria paradoksale s'kam kohë. Shumë prind, për shembull, këtë e thonë, nuk kam kohën më marrë me fëmijë, tash është koha e biznesit, tash është koha dinamike, nuk kam kohën më marrë me fëmijë. E pse po çuditesh me këtë ata që ju thash më herët, që fëmiu nesër të vije me përplot dukuri negative. Ose duke fillu prej cilësisë tull të mësimit. Për shembull, nëse këtu sa janë prezent që po i shoh dhe po i njeh disa mësimdhënës, nëse i kesha pyet shpejt për gjendjen faktike të nxënësve ose të studentëve në aspektin e respektimit ose po themi në aspektin e sjelljes, ankesat janë bukur të mëdha. Se derisa na në shtëpi kemi ankesa për fëmijët tonë, ai i njëjti fëmijë është edhe në shkollë. I njëjti fëmijë është edhe në rrugë. I njëjti fëmijë është edhe në xhami. Edhe këto shohim shpesh herë sjellje jo të mira të fëmijëve. Pra, që i bie se këtu ka rast standardi i mësimit, ka rast standardi i vlerave, ka rast standardi i respektimit, i respektit. E tash në kuadër të kësaj, por unë këtë këshillem të javë drejtu prindërve jo fëmijëve. Pra, kjo është një dukuri paradoksale e kohës, nuk kam kohë mu marrë me fëmijët. Atëherë, gjithsesi që kjo sillet në gjuhë të shumë prindërve, nuk kam kohë mu marrë me fëmijë, ose nuk jep fëmijëve kohë të mjaftueshme, jemi preokupuar më shumë me të hyra se sa me edukimin e fëmijëve ose të ngjashme. Mirë po ne këtu në kuadër të kësaj, ata të cilët e kanë këtë problem, duhet me pyet vetveten, a më i rëndësishëm është kapitali apo fëmiu? Dhe cili është më kapital, më i çmueshëm? Ju kujtohet sigurisht krejt ligjëratat e para kur kanë filluar këtë temë, e kemi thënë, nëse s'keni harru, kemi thënë kapitali më i çmueshëm që ne e posedojmë është fëmiu. Kapitali më i çmueshëm që ne e kemi është fëmiu. Është për te margaritarëve, sepse ky fëmijë kam i ble margaritarët, jo kundërta. Jo dhe kundërta. Dhe kemi thënë trashëgimia më e mirë, mirazi, më i mirë, që e lëm pas vetë fëmia, jo kapitali, jo parët. Pra, çka do që të lëm miraz, trashëgimi ka vlerë. Po kapitali më i çmueshëm është fëmiu. Prap, sa është gjallë dhe pas vdekjes tonë. Nëse është kështu, atëherë bie që duhet me largu pra këtë po themi këtë dukuri paradoksale që s'kam kohë, duhet me gjetë kohë, sepse nëse na tërë kohën i japim pasurisë dhe pak ose hiç nuk i japim kohë fëmijëve, atëherë do të thotë ky fëmijë atë pasurinë që ti e lodh për ta komë ta kesh përdor. Kjo është do të thotë sikur që thonë matematik 1+1 bën 2. Po e përsëris këto. Nëse një prind është kujdes vetëm për grumbullimin e pasurisë, ka bë parë, o bë milioner, po nuk i ka eduku fëmin dhe atë pasuri ja lën atyre fëmijëve, nuk është çudi që ata fëmijë me kesh përdor këtë pasuri. Sikur që edhe shohim edhe në ditët e sotme po flas nivel veni ose nivel global. Prandaj, nëse fëmiu është i edukuar gjithmonë po flas në rrugë të Zotit, në radhë parë në rrugë të Zotit, edukimin e kemi për qëllim na pa komplekse dikush në rrugë të Zotit. Sepse kemi thënë shumë herë, ata që për herë parë prezantojnë ligjëratat tona, kemi thënë shkollimi është tena, nuk kemi nevojë na me fol për shkollim, se shkollimi është madje i obligueshëm. Na jemi të fol për edukim fetar. Fëmiu që është i edukuar fetarisht ka me ta zbar fytyrën në këtë botë dhe në botën tjetër. Minimumi atë djersën që ti e ke derë me grumbullu kapitalin si prind ose si gjysh, nuk ka me ta çu poshtë. Se e ka obligim emanet. E ka emanet. Llogaritni po du me përmbyll se s'kem kohë. Po du me përmbyll edhe këtë ligjërat. Llogarit për shembull se baba ose gjyshi ose katra gjyshi kanë lënë një trashëgimi jashtëzakonisht të madhe, një pasuni të madhe, nipit. Minimumi ky nipi që është fetar, që është namazli, që ka frikë Zotin, çka ka me bë? Ka mu lut, s'harron dua. Sa herë të shkon tokën që ka lënë, bën dua, shtëpinë që ka lënë bën dua. Po jo vetëm kaq, po dhe jep, ka me dhënë sadaka.
edhe nëse shet ndonjë prej pronave që ka lënë baba ose gjyshi ose katra gjyshi, prap kam investu qëtu në xhami, kam investu në venet hajrit. Edhe kundërta me të kundërtën. Ai që është në rrugt të Allahut, ai hiç se imagjinon pse më dhon. Dallimi shumë i madh. Kemi vazhdu me këtë temë edhe më tutje. Inshallah Zoti ju shpërblet. Allahu na bof neve të dobishëm si prind dhe vigjilent, po ashtu i bof edhe fëmijët tonë. Alhamdulillah.